Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhallahu ala falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet e shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun xhallahu ala falendrojmë, lutim Allahun xhallahu ala që takimet tona të bëjnë të dobishme, të frytshme. Të bënë Allahu xhallahu ala që këto ajete që po i marrin të na ndriçojnë rrugtimin në dunja, qëndrimin në varr dhe daljen para Allahut të na bën faqebardh. Ne sonë do të vazhdojmë me lejen e Allahut xhallahu xhelaluhu me ajetet e surës At-Tur. Kemi thënë se surja At-Tur është nga surat e Mekës dhe është sure e cila trajton çështje serioze ku Allahu xhallahu ala betohet në një varg betimesh për dënimin e pashmangshëm që do të ndodhë ditën e gjykimit. Mirë po, nuk përmenet në sura vetëm dënimi, nga se, sikur që i kënë të njohur, nga metoda e Kuranit është që dyjat shkojnë paralel, edhe inkurajimi, por edhe kërcënimi. Në këtë sura, fillimisht është përmendur kërcënimi, për gjithë ata që nuk e marrin seriozisht udhëzimin e Allahut azza wa jall. Dhe ata që e kanë marrë këtë çështje punë loje, punë hajgare, punë llafesh e muhabetesh të kota. Por jo seriozisht, Allahu i kërcënon të tillët me kërcënime që i kemi marrë takimin e kaluar. Të nderuar është sinqerisht e habitshme kur sheh gjendjen e njerëzve. Shikoni çfarë tema Allahu xhallahu ala trajton në Kur'an. Domethënë kërcënimet që kemi marrë në takimin e kaluar janë të tmerrshme, janë të frikshme. Në çfarë mënyre njerëz kanë me përjetu dënimin si pasojë refuzimit të udhëzimit të Allahut azza wa jall. Nëse këtë shikon Kur'an nga një ran, në anë tjetër shikon me çfarë tema mirë njerëzit, ku janë muhabetet e tyre. Do janë larg nga ajo që Allahu xhallahu ala fol për to. Prandaj që Allahu azza wa jall me të udhëzuar këto tema dhe të mirësh me këtë tema është padyshim nga begatit më të mëdha. Sot njerëzit shqetësohen për gjëra nga më të ndryshme. Madje për ato që i kanë të garantuara, nuk ka nevojë për shqetësim të nga sa Allahu xhallahu i ka garantuar. I gjin njerëzit në shqetësim, në panik, në frikë, në diskutime, në muhabete të shumta. Dërsa ajo që i pret nuk është fare muhabeti i tyre. Madje duke shikuar gjendjen e përgjithshme sot në botë, po atë në rajon, në vendin tonë, çfarë tema flitet, diskutohet e kështu me radhë, dhe dikush marrë në xhamimi dhe gjukë tema, thotë, qëri këta ku janë Allah, bota ku ka shku, qëmë të çfarë tema kanë meti. Aq domethënë është ullë serioziteti dhe aq domethënë me relaks i marrin njerëz të tema, saqë ata që i marrin seriozisht i konsiderojnë njerëz jo serioz. Por ne nuk e përshtatim domethënë dinamikën e angazhimit tonë edhe nivel e seriozitetit mbi bazën e përshtypjeve të njerëzve. Qase njerëzit nuk kanë kurrë përshtypje stabile. Lëvizin herë djathtë, herë majt, poshtë, lart e kështu me radhë. Ajo që na bën përshtypje është mirë më që na ka mësuar Allahu azza wa jall. Dhe kjo është e rëndësishme. Mirë po është me të vërtetë edhe habitshme, është edhe domosdoshmë e frikshme që madje ata që janë besimtar, janë musliman, të jenë kaq të shkputur nga temat e këtilla. Madje të janë të pa interesuar për temat e këtilla. Nëse këto nuk janë diskutime dietarësh, edhe po të ishin, për neve kështë me qenë serios. Por këto janë fjalët e Allahut azza xhall, fjalët e krijuesit. Ande kur Allahu xhallahu flet për njerëz që kanë me pletu dënime të tilla, s'përmend emra, s'përmend ngjyrë, s'përmend kohë, s'përmend vend, po përmend qasje, bot kuptim, mentalitet, kush e ka të këtill e vuan dënimin. Prandaj ne duhet të çështemi marr seriozisht. Pastaj Allahu xhallahu ala, sikur se kemi përmend ku Allahu përmend se ata janë fi khawdin yal'abun, janë në diskutime të kota boshe dhe
në humor e në loj. Ja, kështu të shjetë atyne. Dërsa aja që po i pret, nuk i bën me qesh, vëllaj. Aja që po i pret, nuk i bën me kontrrelaksuar. As ata, as neve. Mirë po, Allahu xhallahu ala vazhdon me trajtimin e temës tash nga binari i dytë. Dhe kjo është oferta hynore. Kjo është ajo që Allahu ofron njerëzve. Seriozisht, me udhëzime dhe sqarime. Të parë ne kemi dëgjuar në takimin e kaluar dënimi i pashmangshëm, ndërsa sonte jemi në një temë që mund të na duket të relaksuar, e këndshme në kuptim të dëgjimit, por nuk është e lehtë për të arritur. Mes nesh dhe kësaj ka rrugë të gjatë, ka sprova, ka pengesa. Ja dalin ata që janë serioz, ja dalin ata që janë përkushtuar. Prandaj Allahu xhallahu ala tash në vazhdim thot innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqin, takuat, ata që vazhdimisht janë munduar të jenë të ruajtur. Don kanë tregu kujdes maksimal për me urujt nga hidrimi i Allahut, me urujt nga shkelja kufjeve të Allahut azza wa jall, me urujt që të jenë të kujdesshëm e të disiplinuar në zbatimin e urdhave. Janë munduar me urujt vazhdimisht. Andaj ti vren te kjo kategori e lavdëruar e njerëzve që Allahu xhallahu ala u premton shpërblim, vren një dosë të shtuar të kujdesit vazhdueshëm që të ecë në rrugës së duhur. Dhe ky kujdes është që përcillet gjatë tërë trajtimit të shpërblimit të tyre. Madje edhe në fund, kur ata i rikthejnë kujtimin nga dhunjaja, e përmend se ajo që i ka sjellë në xhenet ka qenë kujdesi i tyre nga dënimi i Allahut te bareke ve teala. Prandaj të ndërlozë çdo trajtim në Kur'an realisht mundson një balans të besimtarit. Shiko edhe te çështja e dënimit, atje Allahu xhallahu ala gjithë mundson dalje nga dënimi, dalje nga ky rrugë me pendim me kthim. Por edhe tek shpërblimi Allahu xhallahu ala balanson me shpresë të madhe, po me një frikë se kush ka më arritu dhe kush ka më ia dalë ato. Por që besimtari gjithmonë duhet të i balansuar mes frikës dhe shpresës, mirë po duke ditë me i balansu njëtë në përditshme, nga njëre duhet me pas frikë ma tepër, e nga njëre shpresë ma tepër, varësisht nga situata sikur që e kemi përmendur edhe në takimet e kaluara. Allahu thot innal muttaqin, me të vërtetë muttaqin. Muttaqi kush është? Ata që kanë përfituar nga Kurani. Nëse Allahu xhallahu ala në fillim të Kuranit thot hudan lil muttaqin. Ky Kur'an është udhëzim për devotshmit. Ata që e kanë marrë Kur'anin si udhëzim, ata që janë ndriquar me këtë Kur'an, ata që i kanë marrë mesazhet e Kur'anit seriozisht, ata që kanë diskutuar dhe janë shqetësuar me temat e Kur'anit dhe janë sjellë rreth temave të Kur'anit. Kur'anin e kanë pas udhëfyrës në jetë, këta janë ata muttaqin që tash në fund Allahu thot xheneti është për ta. Në fillim hudan lil muttaqin, udhëzim për të devotshmit. Dhe në fund innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Përmend Allahu xhallahu ala se këta janë në xhennet. Kur vjen tek xheneti, Allahu azza xal përmend xhennet, jo një xhennë, po xhennet. Dhe padyshim se janë shumë xhenete, nuk është një. Në translime të ndryshme ka ardhur numërimi i tyre në forma të ndryshme. Në hadithin e Haritha radhiyallahu ta'ala anha, një nën që biri i saj ka shkuar në betejën e Uhudit, e ka qenë biri vetëm i saj. Dhe pas që ka përfunduar betejë, ka ndalë pejgamberin asam me pyet se çka është puna e djalit tim. Ajo ka ditë se djali i saj është vrarë në betejë, por ka dashur me e qetësu shpirtin me përfundimin e djalit ku ka shku. Ka thonë, oj, i dërguari i Allahut, a është djali jam në dënim e të qaj që si arriti me jadal, apo është në xhenet e të gëzona për përfundimin e tij? Atëri ka thonë pejgamberi sa ja Haritha, o nëna e Harithit, ty që të ka ra djali dëshmor, inna laysat janna, nuk është në xhenet, inna ma hiya jinan. Janë shumë xhenete e djalit e ka godit Firdausin e lartë. Prandaj janë shumë xhenete. Pejgamberi ka përmend jannatani min dhahab wa jannatani min fidda. Dy xhenete kreç ka kanë të është ari, e dy xhenete kreç ka kanë të është nga argjendi.
Kjo është një ndarje tjetër e xheneteve. Pastaj ndarja e xheneteve në bazë të shkallëve, xheneti Adem, xheneti Firdaus, çuçi ka ndarë Allahu te barekuta në Kur'an dhe pejgamberi në hadithe. Gjithashtu në hadithe ka ardhur ku sigurisht transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, inna fil jannati 100 daraja. Në xhenet ka 100 shkallë, bejne darajateni kama bejne as-samai wal ard. Mes çdo shkallë sa mes qiellit dhe tokës. Është përmendë çfarë madhësie, e çfarë lartësie dhe çfarë dallimi mes njerëzve në shpërblime në xhennet. Prandaj këtu ka shumë xhennet për të treguar se Allahu kur t'jep me bollok. Shiko, një tokë përballë shumë xheneteve, një hapësirë e ngushtë përballë gjerësisë sa shë syri i njëjtë madje shumë më tepër se kaq. Dhe kur Allahu përmend xhenetin të ndëruar, nuk ndalet vetë tek xheneti, edhe pse po të ndalej këtu mjafton, nga se xheneti është sinonimi i shpëtimit dhe i shpërblimit dhe i kënaqësisë. Allahu thot innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Domthon kjo kategori e njerëzve do të jenë në xhenete dhe në begati. Pse ka përmend na'im begati? Të ndërrozë sa herë në Kur'an është përmend fjala na'im. Na'im është një begati dhe kënaqësi e veçantë që njeriu përjeton. Do përjetimi i begatisë realisht, që kjo është na'im. Ti mund të kesh begati, po nuk e përjeton realisht. Nuk e përjeton realisht që duhet, apo. Prandaj krejt kënaqësitë e dunjas janë meta. Në Kur'an meta është kënaqësi e përkohshme dhe kënaqësi domthon selektive, kënaqësi domthon e pjesërishme. Krejt që ka kënaqur dunja me të, a e ke thith krejt kënaqësinë e saj që ka? Jo, apëta. S'ki mundësi, as në aspekt në përmbajtjes, e as në aspekt në e kohës, nga si ju kufizuar edhe në shfrytëzim, por edhe në jetë. Për shembull, njëri ka qef një kënaqësi caktuar, për shembull. I pëlqen një ushqim i caktuar, i pëlqen një dole caktuar. A ka mundësi për shembull çat begati, ai aq shumë me shtryll, saqë mas ti s'ka kush e përdor? Jo, s'ka ashtu. Ti një pjesë sa e merr atë. Sa ka më me nga kënaqësia pa shfrytzuar, madje çania jote ndoshta e tëra nuk e preton begatia atë. Madje Allahu xhallahu krejt begative dunjas do thot mataul hayati dunya. Mata, do të thosh sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inma dunya mata. Dunja është kënaqësi, është vërtet, ka kënaqësi, ka përjetime të këndshme, por e ka cilësuar me përjetim të shkurtër, të pjesërishëm. S'ki mundësi mu kënaqë sa dush, as qysh dush, as kur dush. Këto kufizime realisht janë të natyrës së dunjas. Ndërsa kudo që ka ardhur kënaqësia ahiretit ka ardhur naim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Naim është përjetimi, domthon i tërësishëm i begatisë, me tërë qenjen tone, kënaqësi reale, e pa kufizuar në shfrytëzim dhe e pa kufizuar në kohë. Prandaj është e përjetshme atë. Përveç me një vend Kur'an ka ardhur për dunjan naim. Wala tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Surën Takathur ka naim pse? Jo pse e ka thënë Allahu naim, po çato që ju e keni menu begatit përhershme, tash për to keni me llogari. Për t'ju dëshmuar për të mirë se s'ka qenë naim atë. E ka thënë Allahu xhallahu ala me fjalën e njerëzve. Ju e keni këzuar naim. Ju e keni këzuar begatit të mjaftueshme dhe bollshme. Ju e keni këzuar. Tash me që keni dasht me u përmbush me kënaqësitë e dunjas, t'jap në llogari tash për këtë shfrytëzim të begative. Dërsa naim është tjetër. Nuk ka llogari dhe për të apta. A ka me dhënë llogari banorët e xhenetit për begatit? Jo apta. Ç'ka naim? Kënaqesh se ki gala ki mu pyet për ta. Kënaqesh se ki gala shkakton probleme. Ti e han ushqim më të mirë e ki gala se ndoshta mundesh më u trash. Ndoshta mundesh me pas probleme, komplikime me luksin, me yndyrën, me këto. Don gjithmonë një presion të caktuar nga ushqimet që han ata. Mund të dalësh në piknik, në biesh kudo koft, kënaqesh me pamje ose ndete ose kudo koft, po gjithmonë me një dozë të kujdesit, rrezikut, frikës se mos po ndodhi diçka apo. E këtë dozë të frikës, të ngarkesës dhe përgjegjësisë e ka larguar Allahu xhallahu nga banorët e xhenetit. Do ata kënaqen pa kalkulime në asgjë përveç se kënaqësia. Kjo është kënaqësi e veçantë. Kjo është kënaqësi e veçantë. Prandaj dallimet mes kënaqësive të dunjas dhe të ahiretit janë
dallime të mëdha, rrënësore. Shikon njërin këtë dunja kënaqet me disa begati, ama gjithmonë nga brendia ka ata, ama ka me dek, ka me lon. Don, vdekja është ajo që realisht e shkput për hetimin e këndshëm njeriut mes tij dhe mes begatisë. Këtë breng se kanë banorët e xhenetit fara, se kanë gale për shembull, kushtimisht po them apo do në vende të caktuara me hyje me dashe porzohen, po vrahen, po thënë, s'ka kështu apo. Ata s'ka lëndime, ata nuk ka mërzi, nuk ka breng, nuk ka smundje. Andaj Allah i ka në gjennatin u naim, gjenete po edhe naim, do në përjetim i plot i begatis, shfrytëzim maksimal i begatis, që realisht është inkurajim për besimtarët që të fitojnë gjenetin, po për te gjenetit edhe knatësit e gjenetit. E begatia më e madhe e gjenetit është mundësia që ta shohim Allahun azza wa jall. Begatia më e madhe e gjenetit është mundësia që ta shohim Muhammedin alayhi salatu wasalam. Mundësia që të shohësh burrat e mëdhaj që i ke përmend me emra, po ata kanë shku lart, po ki mundësi me i pa, me i taku në tregjet e banorëve xhenetit, sikur se ka në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj Allahu thot indal muttaqina fi jannatin wa na'im. Këta devotshmit, këta që nrujt, kanë pas kujdes, kanë qenë syqel vëmendshëm ku po shkelin, ku po ecin, me kë po rrin, si po fitojnë, si po shpenzojnë, të kujdesshëm në jetën e tyre, të kujdesshëm në ditën e tyre, të kujdesshëm gjithçka, ky kujdes i tyre shpërblim me xhenete dhe begati. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim. Allahu xhalla wa thot fakihin i ka dy kuptime, por kuptimi përmbledhës është, domthonë se këta janë shumë të gëzuar. Përmend Allahu xhalla wa gjendjen e tyre të brendshme, gjendja e tyre, disponimi i tyre është të lumtur, të kënaqur. Po lumturia e aterit nuk është sikur se këto, sikur se thamë, apo. Po në një lumturi tash mos e kthej gjithmonë me naim. Lumturia e cila realisht nuk rrezikohet nga asnjë faktor i uljes së nivelit të lumturisë, dëshpërimit, zhgënimit, mërzisë, s'ka aftë. Fakihin bima atahum rabbuhum. E çish mos më qet naçën me atë që jep Allahu azza jall. Çish mos më pajtuar me atë që jep Allahu te barekota. Çish mos më qet naçën. Qysh mos me qeni disponum ma që Allahu xhallahu ta ka dhënë. Mjafton që Allahu më i thon robët, jam i kënaqur me ty dhe asnjëherë nuk të prek hidhrimi im. Që kjo fjalë në rrugën është fjala më madhështore, më qetësuese, më lumturi prurse për besimtarin që e pret ditën e gjykimit. Kët Allahu më ta thon, ti kompranu veprat, je shpërblyer për punët tua, apo përfundoj sprova, përfundoj detyrimi, përfundon obligimet, tash vazhdon në argëtim e jetë mirë, apo? A nuk është kjo që të bën me i disponum? Po, si jo, të. Sikur se e ka përmen Allahu xhallahu ala në, edhe në sun Haqa, Inshiqaq, kemi përmen, kur të me librin që ka, ha u mu kra'u kitabia. Ja, lexoni librin tem, librin e nderit, librin e kënaris, librin e të arritur dhe të suksesit, që Allahu xhallahu i ka përnu veprat të përnë. Do në liber që gëzohesh me lezu për Allah azza wa jall, ku i ka mbulu të metat, i ka falë mëkatet dhe i ka shumëfishu shpërblimet për punë të mira. I pa dyshim se këto ajete të ndëzër nuk e lojnë besimtarën, as besimtarën me qenë indiferent, nëse këto e në fjallët Allah të barek o tala. Këto nuk janë këto premtime iluzionare, fantastike, nuk janë këto apëtën. Vëllaj, këto e në reale. Këto e në reale se qëfar do premtimin dënua që të jetë gjenë. Nëse kjo është fjallë Allahut dhe këto janë premtimet e Allahut azza wa jall, dhe për me evulos kënaqësinë dhe sigurinë ndaj besimtarëve, Allahu thot: "Wa waqahum adhab al-jahim." Dhe Allahu xhallahu ala ka vendosur pengesa të patikalueshme që i mbrojnë besimtarët nga zjarri i xhenemit apo. Do ju e suprek kurrë xhenem. Ai që kaluat mi të, ose kanë me kaluar gjithë për mi të, ai që e pat, ai që disa të tjerë tashmë janë duke u dënuar në forma që i kemi përmend takimin e kaluar, ju s'keni të bëni fare me ta. Kjo është ajo që ju takon juve.
Prandaj shiko, ju premton xhenet, ju premton kënaqësi dhe pritim të këndshëm, ju premton disponim, lumturi dhe jetë mirë, dhe ju garanton se nuk do të dilni këtu kurrë, nuk do të prekeni asnjëherë me atë që po e shihni në anën tjetër. Pra të vëllezër, shikoni nga rahmeti i Allahut azza edhe në raport me xhenetin. A ka njerëz që mund të shkojnë në xhehenem përkohësisht, të paguajnë faturën e mëkateve, pastaj dalin nga xhenemi dhe shkojnë në xhenet? A ka kështu? Ka mundësi me të parën sarin me e dal. Allah na rujt. Po ai shkon, domthon, sikurse e kanë përmend dietarët, se nuk arrin të pastrohet në stacionet e pastrimeve. Don disa dietarë kanë përmendur, kanë numëruar afër 15 stacione deri në fund që në çdo stacion pastrohesh. Nëse këto 15 stacione që kanë besimtari nuk arrin më u pastru, si pasojë e shmangës ti nga uji i pastrimit, atëre pastrohet me xhenem. Pastrohet me xhenem. Mirë, po dikur dalë shkon në xhenet. E kundërta ka mundësi më ndodh, haj po që mas pari kënaqo, ama ki me vujt dënimin herë të kurda. Vetë që ki me vujt dënimin e humb kënaqësinë e xhenetit. Prandaj Allahu xhallahu ala nuk lejon që të njolloset me asgjë kënaqësia e banorëve në xhenet. Që nuk lejon. Madje edhe qoftë me një kërcënim eventual që mund ta kenë që nesër ki me shku me e la dënimin. Ti kënaqën në xhenet, në rregull, rri pak, ama dikur ki me dal. Se është dënimi pa vuajtur apo. S'ka kështu. Nuk ka kështu. Ai që futet në xhenet pas hyrjes në xhenet nuk ka mërzimu, nuk ka brenga mu, nuk ka gale mu, nuk ka presion mu, nuk ka frik mu, s'ka mu. Prandaj Allahu e vulos këtë edhe me këtë wa waqahum adhab al-jahim. Dhe Allahu xhalla wala waqahum. Shiko, Allahu i ka rujt. Pse? Pse ata vetë u rujt. Prandaj edhe këtu e kemi një mësim e rëndësishëm me marrë të ndëruar se ashtu që shke dëshirë Allahu me të trajtu, që ashtu si lofën. A dënë Allahu xhalla wala me të rujt? Po, ruj Allahun. Ihfadhillaha, jahfadhka, sikur që i tha pejgamberi Ibn Abbasit. Ruj Allahun, të ruj Allahu ty. Apo, të ruj Allahun, ruj e fenë Allahut, ruj e vetën tëne nga haramet, Allahu të ruj ty apo. In tansurullaha, yansurukum. Nëse e ndihmoni Allahun xhallahu ala, e ndihmoni fenë e Zotit, e ndihmoni besimtarët, ndihmoni mes vete, ju ndihmon Allahu xhallahu xhelalu. Ne çështja bësh, çashtu kimë gjetë apo. Ti kimë përzgjedh mënyrën që shka me trajtuar Allahu ty. Dhe kjo begatia e madhe është. Vallahi njëri e përzgjedh mënyrën që Allahu do me trajtu. A don Allahu me trajtu me falje po? A ti kërko falje? Sa vend Allahu thot, apo kërkoni falin nga Allah nga se Allah është falës. Ti thush estagfirullah, yaghfir lakum, jo falem. Ti thush e tubu ilejk, jam pendu, tabe Allahu alejk, Allahu xhallahu ta pran pendimin. Ti je që e ki nismën. Sikur se ka në hadithin kutsi, apo robi jam nëse më afrohet mu me kaq, unë afrohem atij me kaq. Hadithi i gjatë dini. Por nisma është prej teje. Ti dush më unis ka përmirësimi, ti dush me bo hapin e dur këhaj, pastaj habitës që ai e bën hapin këhti. Ti je pak për te, pastaj e shë sa jep ai për ty. Ama ti dush mas pari me nis. Fillimi është për teje. Gjë nismë është nga robi. Edhe pse nismë nga robi është prap suksesi Allahut azza xal. Po përflas për atë pjesën përfundimtare me çka kurorizohet përpjekja dhe mundi i çdo besimtari. Prandaj ti e nis me besim, don me qenë besimtarit e vërtetshëm, Allahu xhallahu ala të ndihmon. Nuk është e mundshme të ndërmosur dikush me u përpjek me koni përkushtuar në devotshmëri, në adhurim, apo e Allahu xhallahu ala me i qit pengesa që e largon ke rrugë. S'është e mundshme. Në ky rregull e përjashton këtë mendim apo. Prandaj wa waqahum. Allahu i ka rujt. Pse? Pa ata vetë kanë muttaqin. Fjala muttaqin është pikërisht për sa waqahum. Waqa, yaqi. Je rujt trun. Për aq sa ruhesh, Allahu të runë nga zore i xhenemit. Kaq, sa ruhesh ti, ai të runë edhe të mbron ty japëtëm. Dhe tash, të ndërrunë vëllezër dhe motra, pas kësaj hyrje të përgjithshme në xhenet, Allahu xhallahu ala tash vëllon që besimtarët tua shpalos edhe
detajet e kënaqësive në xhenet. Detajet e kënaqësive në xhenet. Dhe këto kënaqësi përfshin tërë qenien e njerit, edhe të jashtme, edhe të brendshme, edhe aspektin material, fizik, edhe aspektin e brendshëm, shpirtëror dhe psiqik. Këto, domthonë, përfshihen në shpëlimin e Allahut te barekuta. Gjithçka. Mirë, po para se minë këto detale, disa sërime më rëndësia. Këto që Allahu tash i përmend të vëllezër. E para që duhet të pas parasysh është se krejtja është emërtime. Krejtja është emra që Allahu i ka përdorur në bazë të asaj që na e njohim për të na treguar se diçka e tillë na pret. Ndërsa mes emrit dhe realitetit ka dallime të mëdha. Sikur se ka thonë Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu xhallahu i përmend emrat e gjërave me ato që i njeh në dunjë, ndërsa nuk ka të bëjë fare me realitetin. E tash këto është një pyetje e madhe, të vëllezër. Këto që i përmend Allah me emra, këto që i përmend me emra. Do të thonë në raport me gjendjen e njerit, veç që kështu me kon në ahiret, po të përjetshme, a është e këndshme? Domon edhe emri përmbajtje me konin njëjtë. Veç për shembull, është e përjetshme edhe nuk është e dëmshme, si në dunjë, ama që kjo është e njëjta. Për shembull, qumshti, për shembull, të përmendet mjalta, përmenden këto. Njësi në dunjë e kanë shihen, të mira, të këndshme, veç një është hasat dushse, nuk të bëjnë dëm, edhe nuk smuresh me tyre, nuk des. Çto e kena hek, çto dallimi. Veç ky dallim me kon është e mrekullueshme me kon që bëj kajtë gjenetëm. Lërë që kreç ka kohë që amën është. Prandaj të vëllezër, disa njerëz fatkeqësisht, edhe kur Allahu do me i gëzu me shpërblim, e banalizojnë deri në talli fatkeqësisht. Deri në talli. Po kjo është tek mundit është çështë që kanë me e pagu fatkeqësisht apo. Për besimtarët është domethënë inkurajim që e marrin seriozisht. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë që duhet me kuptu të çështja e xhenetit është se nga njëherë për shembull kur përshkruan disa sa në xhenet, sikur se kanë më marr apo nga njëherë njerëz i qasin me kuptimin e dunjos. Me kuptimin e dunjos ai është që s'përmbush na splotson kështu më radh. Merë rregull apo krejt që Allahu ta jap në xhenet të përmbush mjaftueshëm. Dhe nuk ka mundësi dikush me qenë banor i xhenetit e me qenë mrena i zbraz në diqka që kish pasjep me pasë se ka. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. E qysh ndodh kjo po? Allahu xhallahu ala i qetson rrobat e tij. Por më na gjithë këto dallime ndërregje, edhe ai që është poshtë njët i përmbushur, fare se një mungesën pëse sërë si ajnalt atë jepëtën. Nga se në dunja që shumë është, ama kjo se një. Dalimet janë për shkak deprave, sigur se e sjarojmë mirë, po nuk shkakton pezëm, nuk shkakton zbrasti. Dhe Allahu e përmbush gjithë kënë. Allah është i vetëmi që ka mundësi me idhën robit që e përmbush nga gjitha anët dhe nuk din fare mangësi. Njerës nuk kanë mundësi e me të bokët. E pa mundë shmasht. Prandaj, këtu e disa rregulla që duhet të kemi parasysh në lidhje me çështjet e xhenetit. Janë emra e para, e dyta, Allahu te barekuhu teala kur t'i jap robit e përmbush dhe robi nuk ka nevojë për diçka tjetër për të asaj që Allahu xhallahu ala ja ka dhënë. Dhe çështja e tretë është të ndërrozur dhe mota në raport me xhenetin është se ato që ka dhe më herët po do përmendni si pikë veçantë kur mos i përjetoni begatitë e xhenetit me metë të dunjos apo. Me metë të dunjos smush apo. Mos tento kështu, mos tento. Merre si përjetim këndshëm të mirë premtim e di që ki më gëzu. Andaj kur Allahu thot fakihina bima atahum rabbum. Kemi me të kënaqur. A ka mundsi dikush mos me kon i kënaqur? Po s'ka mundsi vallë, nuk ka mundsi se Allahu po premton se në kuadër të premtimeve është edhe naim. Kime përjetu këndshëm begatim. Ka me të përmbush begatia, ka me sjell lumturi begatia. Prandaj çdo qasje tjetër që në dunja mush me kuptu si diqka që ndështë s'përmbush është cytja e shejtanit. Allahu xhallahu pastaj thot kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kemi që në xhenet të sigurt nga nderimi i Allahut azza xal përjetshëm, domosdoshmë me kënaqësi maksimale, këtë ato që përmend të përmbushur skajshmërisht, nuk ndin fare
pezëm nevoj mangësi të caktuar, s'ka. Knatësia e Allahut dhe shpëlimi i Allahut përmbushin nga gjitha anët. Tash Allah thot, kulu washrabu, hani dhe pini, hani dhe pini. Kjo ka në formë të urdhnit, apo. Mirë, në dunja, kjo shprehje është urdhën, apo. Kulu washrabu, wala tusrifu. Hani e pini e mos e teprani. Kjo është urdhën, kjo është urdhën. Ndërsa, kulu washrabu në xhenet nuk është urdhën, s'ka urdhën, është nderim. Allahu xhalla wala po të fton në sofrën e në xhenet, pranoje nderimin tëm si problem për të japur. Shikoj veç thirrja sa e këndshme është apo. Don po të fton në sofrë, jo në mënyrë obligative, jo urdhërore, po kjo kulu washrabu tash nuk është urdhën, se unat kanë marrë fund, tash është nderim, tash është respekt, tash është problem. Edhe Allah tha kulu washrabu hanien, don hani e pini hanien. Hanien të vëllazër ka ardhur çështja e bukës, ushqimit dhe pijes këtu, ka ardhur domthon për të treguar se ky ushqim nuk ka si këtë dunjas. Nuk të nxen, nuk të munon, nuk të fryn, nuk sjell probleme me zorë, me lukë dhe me kush. Hanien. Nuk keq ka tani është hanien. Është diçka që realisht është e këndshme, e kënaqshme, e dobishme dhe e shëndetshme për ju. Bima kuntum ta'malun. Dhe tërë kjo është rezultat i punëve të juaja. Këtë, në vëllezër, është shpëlimi i radhës. Shikoj na po nëvorim shpërblim, mos shpëlimi, këtë nuk të shpëlime. Këtë nuk të shpëlime, që i po përmanëm. Edhe kjo e fundi shpëllim, bima kuntum ta'malun. Allahu azza jall po i thot besimtarë, në këtë xhenet, këto mirësi, këto begati, këto kënaqësi, kjo garancë, kjo siguri, gjitha këto është për shkak të punëve të juaja. Kjo bë bima kuntum nuk është bë e kompenzimit. I thënë ba'ul mu'awadha, kompenzim. Sa është kompenzim? Po është bë sebebie, sebeb, për shkak të veprave të juaja. Don sebepet e keni marrë të kërkuara, ja kur të shpëlimi. Po shpëlimi nuk është i barazvlefshëm me veprën, larg është shpërblimi apo. Mirë po që besimtari me ndi vetën si meritor për shpërblim, që dhe kjo me i sjell kënaqësi, Allahu thot bima kuntum ta'malun. E ke meritu, je lodh, ke pas sakrifica, ke pas probleme, ke pas ngarkesa, ke pas nga njëre dallime, ke pas nga njëre fjalë caktuara kështu me radhë, e tash shijoje kënaqësinë e mundit tënd. Shijoje tash fitimin e djersës të ndëvo. E kur dikush të vëllezër, edhe pse dinti që është e jotja, apo. Ama dikush thot e jotja është. E ke meritu, të bën muni shumë afër me begatin që ti e shfrytëzon apo. Prandaj Allahu xhallahu ala rabbu wa shumë më shumë se ata që kanë merituar. Shumë më tepër se ata që kanë punuar për atë punë. Shumë më tepër. Nga se të ndërruazër pjesa u vaqahum rabbum adhab al-jahim. Që përmanëm edhe Zoti i siguron se janë të mbrojtur nga dënimi i dhimbshëm, veç që kjo, po të ishte e barazvlefshme me veprat tona, do të ishte kënaqësi e madhe. Veç që kaq. E shpërblimi gjithë është ekstra. S'ka lidhje me veprat tona. Nga se realisht të ndërvëllazër, në ndonjë konsumojmë begati. A konsumojmë begati? Po, shëndeti, jeta, familja, ushqimi, lloj begati që konsumojmë, apo. Me çka i paguam këto? Pagesa kësaj me çka është? Me adhurim. Pse? Që mos më dënu. Rregull që s'më dënosh. O mor fund. Nuk po dënosh. I ke shfrytzuar begatit, je kënaq dunja, ke boni fallë shpagimi formal caktuar me disa adhurime, në rregull. Po e pranojmë si pagesë. Tjetër çka po të për të kësaj? Krejt që ka konë gjenet është veç bujaria Allah xhallahu ala. Kur gjë s'ka të bëjmë punët e tuaja. Gjeneti të nëvëzër është krejt kërëm, bujaria Allah të zogjën. Ndërsa vepra tona, po t'ishin veç sa me shpëtu nga gjenemi, alhamdulillah, balë është. Mirë, dhe që të erdhe me ta shtutje, me qka me shku?
E me që keni shpëtu nga gjenimi, shpërblimi për juve është gjeneti. Gjeneti në vëzër është komplet, me këtë mirësit, me këtë begatit është veç dhurat e Allahut, ndërimet e Allahut për robët e tij të nështruar, ndërimet e Allahut për besimtarët që janë përpjek më rujt, janë fërku ka njëherë, janë godit nga njëherë, dunja është e tillë, po janë mënu me servisu gabimin, me largu njëllë dhe të metën, janë rujt, janë mënu. Allah i ka rujt nga zori i gjenimit. E gjeneti, nderi Allahut xhallahu ala, ndërimet e Allahut për këtë ummet, edhe për besimtarët, krejt, që nga Ademi alayhi salam. Kështu kur e kupton njëri gjenetin të rëllëzër, para se me mendu të knatësit atje, përjetimet e këndshme, çka duhet spari me të prek në këtë përshim? Dashnia për Allahun azza xal. Kur lexon gjenetin, nuk duhet më të shtu lakmia për gjenet, po së parë të më shtu dashnia për Allahun që ta ka mundsu këtë gjenet. Të zënë ki me marë, inshallah, shpresojmë të ka Allahu xhallahu me marë, apo me qëfar vepra këto? Veç për shkak se ketë regu kujdes. Pse i munu me qeni kujdesshëm, i munu. Nëse dhe të stërhollohej dhe detajzohet kujdesi, dhe të sheshin qarjet shumë të ato. Mirë, pa ato nuk shikohen. Për shembull të vëllezër. Në këtë ambient ku porrimna, shikohen apo marrin frymëler shumë, porrim ler shumë, dalëm vim normal apo mirë. Me pas mball tana me sy mikroskopat e detajzuar që zbulojnë edhe mikrobet më të imta që në tonë. Tu i në gjami shë mikrobe, shë bakteria, e në gjami ato. Jo se në Allah se tu, me njerët ka frika që ka kom brana. Po ato, Allahu xhallahu s'ti ka mundsu me i papëtën. Jetoj jetën lirë shumë ti, vazhdo punët e tua, e ne të mbrojmë nga këto që të rrethojnë ty jopën. Për me të kallëzu ka herë se që kësa shumë ka, e na po të mbrojmë të godet, ka një me të kallëzu që nuk je i pagoditën, veç, për ndyshe Allah në mbronë apëtën. Se të nërlozër, a ka që tash mesin tonë mikrob që me deportu, për shambull, në enë të gjakut, ta helmën gjakun e vdes, a ka? Ka dhe qas ka këto, gjithë shka, mes njerë, në cokak, në rrugë kur dhe, a ka mikrobe, a ka bakteri, ka gjithë shka të. Pse në të godet, pse si shetja të? Mirësi Allah të gjenë, ti këshu do pun tjera, mikrobe ti këshu rëmna të. Andaj ti rrugë i praqë se Allah ka kërkun të madhë, tash me inë detalet edhe aty me këshirë, ka qarjen këtë kujdesin, këtë takvallëke, qka s'ka aty? Mirë pa Allah e pranën me të përgjithshme, alhamdulillah. E pranën Allah gjelë me përkushtimin e besimtarit dhe besimtarës për murujt. Tash sa është cilësor, sa është tani atje dallim mes tjerëve, kështu më radhë, kjo është punë tjetër. Mirë pa Allah gjelë i mbron nga zari i xhenemit. Ndërsa sigurisht xheneti është pastaj komplet mirësi Allahut. Kulu washrabu. Hani pini, domthon hanien. Hanien domthon me knatësi, hani pini lirë shumë. Sa doni dhe si doni, dhe sa herë doni. Hanien, këtë kuptimet i ka, që kjo fjala hanien e thëmë. Mas që i fletë Allahu xhallahu ala të ndëllëzër në këtë sura, domthon për tash knatësinë e hyrjes, përjetimin e këndshëm, gëzimin, lumturinë, ushqimin, pijen, shpërblimin, certifikatën domthon suksesit në dunja. Allahu ta shplet edhe për domthon ndajen se hapi po vetë s'hatën, vetë në pjetën. Allahut muttaki'ina ala sururin masfufa. Muttaki'ina ala sururin masfufa. Të mbështetur, si mbretër, apo sururin masfufa. Sururin masfufa i ka dy kuptime. Janë koltu që Allah e më qfare, apo që që ka preget Allah gjellë, po të regon, do më kjo mu të tekine të mbështetur, të regon gjenë në relaksit dhe rahatis. Kur for brengës kanë, kur for galës kanë. Njëri kur shtrehat mirë edhe hanë për srahati, ja më këtu që s'ka më gale. Të regon se galet mërë në fund. S'ka më gale, s'ka më mërzi, s'ka më lodhje, s'ka më punë,
puna mor fund, tash pështetno. Sikur se i thotë dikujt, pështetu burra atë se u kry. Pështetu. E ke pa dikush që për shembull është në ciklet nuk pështetet. Më rrin si gjysmë ulën se pret çapo ndodhu akia me bo, apo. Kur sigurohet se u kry, tani po tash po pështet apo e radhë. Edhe pështet më tash. Tash pështetu. Se në dunja si pështet. Se ka rahat, si para hat rishet i qysh. E çe para hati në dunja tash shpëlet me rahati, muttakiina. Ala sururin masfufa. Surur koltuqe, shtretër të mëdhaj, masfufa. Masfufa të vëzër don ka kuptimin të rreshtuara, të rrëdhitura, të renditura, por që jep me kuptuar domthonjë se është një nej e banorëve xhenetit. Don masfufa të renditura, don sesli ball njëri kashitet apo. Tash prano ushqim sa dush, pije sa dush, rahati po pshtetu, edhe llafe muhabet. Muhabet. Çka është surën masfufa apo? Don divane, koltuqe, shtretër, anë formave të shumta të bukura dhe ata, sikur se ka ardhur në sura tjera, muteqabilin. Muteqabilin don karshi njëri tjetrit, përballë njëri tjetrit. Dhe këtu kryesisht karshi njëri tjetrit në komentin e parë fillestar kuptohet se bëhet fjalë për të dashit mes veti, për familjarët. Banor gjenit po, ka shumë besimtar të kurrë ndryshme, po secili masfufe, secili ka koltuqe renditura karshi tjetrit që e ka nga dashnë e dunjas, që realisht ne me ta i ofron tash edhe ushqim shpirtënor, edhe qetësi brendshme, se familja e rrethuar, familja mbrana bashk, dashit në xhenet është shtimi i kënaqësisë për besimtarët ato. Dhe Allah thotë: "Wa zawwajnahum bi hurin 'ain." Zawwajnahum, domon nuk është i kemi martuar, po i kemi bërë bashk, domon me huria të xhenetit. Kur përmendet tema e hurijave të vëllezër, grave bukuroshe të xhenetit, që Allahu xhallahu ala i ka bërë me qenë dy kategori. Do gra besimtare që janë përkushtuar në adhurim, kanë qenë të devotshme, Allahu xhallahu ala nga begatit që u jep Allahu në xhenet është i zbukuron Allahu xhallahu ala bukuri madhështore atë. Dhe patyshim se çështja e zbukurimit të gratë është ma e kërkuar, ma e pëlqyer se të burrat, apo burrat nuk e kanë aspektin e zbukurimit aq të theksuar sa e kanë gratë apo. Edhe pse edhe Allahu dhe burrat i zbukuron në xhenet. Mirë, po me theks të veçantë është përmend gruaja e zbukuruar, si shpëlim për të në xhenet. Dhe kategoria e dytë e hurijave, grave të bukura të xhenetit, të krijuara apostafat në xhenet. Ato s'kanë qenë dunja, s'kanë qenë besimtare. I ka krijuar Allahu xhallahu ala apostafat si shpërblim për banorët e xhenetit. Dallimet janë të mëdha, padyshim. Nuk ka mundësi me qenë një grua e cila ka besuar në Allahun azza wa xal, një grua e cila ka qenë përkushtuar, e mbuluar, e devotshme, e kujdesshme, e shpërblyer me bukuri dhe me punë tjera, një sikurse një që është krijuar në xhenet, s'ka pas prova. S'ka kështu atë. E pejgamberi ka thënë për bukurinë e njerëz nga këto dytës, po të mundson të Allahu xhallahu ala të largonte vellon e fytyrës, do ndriçonte dunjon me bukurinë e saj. Para një bukuri që shndrit më shumë se dielli atë. Kjo është e krijuar në xhenet. Sa është bukuria e saj që e ka zbukuruar veten me besim pas pari, e ka zbukuruar veten me mbulesë, e me moral, e me edukat. Sa është bukuria e saj, Allahu ala. Allahu e din se si e ka zbukuru. Kjo që është po. E dyta të ndërum, shpesh e thuhet, e pse burrat urije, e pse gratë, nga se Allahu xhallahu ala sikur se përmana, të ndërum, i jep çdo kujt atë që i përshtatet dhe natyrshëm i përputhet. Natyrshëm i përputhet apo. Prandaj Allahu xhallahu ala në këto jetë për hurijat që flet për gratë bukuroshe, që Allah i përgatit për banorët e xhenetit. A ka këtu inkurim edhe për gratë apo është inkurim edhe për burrat? Jo, inkurim është për gratë më shumë se për burrat ato. Më shumë se për burrat. Për çfarë fakti? Për faktin se Allahu xhallahu ala përmend shpërblimin që Allah ka më dhënë. Dhe kjo është mjaftueshëm qetësi për çdo grua. Ka më shpërbyer Allahu xhallahu ala me pamje të bukur, me zbukurim, me kompletim në gjitha aspektet që ndoshta në këtë kohë apo në këtë kohë, në dunja, sa shpenzimet e sa parate, sa mundi është ja më zbukurën në fund, kanë dalë shenjat e pleqërisë, vdekja dhe ka marrë fundet e rata.
Nëse Allah i garanton grua se natyrshme pëlqen zbukurimin, se kjo është e përjetshme. Dhe kimu zbukuru në vazhdimsi. Dhe që gruaja tjetë të rrjetë për burrin e saj është e natyrshme. Gruaja si bën përshtypje që me i pëlqy burrit të saj atë. Por fakt keqësisht në kohën e dunjas, apo domethënë e kanë zhvlerësuar rëndësinë që me i pëlqy burrit. Dhe këtë kërkesë të gruas me i pëlqy dikujt ja kanë bë me kone jashtme. Ajo dikujt ka qef me i pëlqy. Mas paku burrit saj, e mas shumë të tjere, fatkeqësisht atë. Edhe kjo është e panatyrshme. Kjo është e panatyrshme. Që gruaja të ketë qef me u zbukuru, duket e bukur, duket e mirë, por në fund lavdata e burrit mos me u përshtypje, kjo është shturë e dunjas. Kjo është çrregullimi i dunjas. Nëse gruaja do thonë normale, apo përshtypja më e madhe që për të është në kuptim njerëzor, është që të jetë e bukur dhe të i bën përshtypje burrit saj. Këtë nevojë Allahu ja plotson në formë më të mirë të mundshme, të përhershme, pa asnjë mangësi. Dhe kjo është për të është problem. Ndërsa pjesa tjetër është e natyrshme për burrin që Allahu xhallahu ala e mundson që të jetë edhe kjo pjesë që ai domthonë e përmbushte në ahiret. Prandaj kur Allahu xhallahu ala i jap dikujt diçka, është çajo që i duhet. Kur ja ti që i duhet tjetër, kjo është ajo që i duhet. Nga se tek e fundit të ndëruar vëllezër dhe motra. Na në xhenet shkojmë inshallah. Inshallah. Nëse shkojmë në xhenet, çysh mendoni me shkuën në xhenet? Sa të kusht elementar me shkuën në xhenet? Duke besuar në Allahun se ai është i gjithdijshëm. Ai din na nuk dim. A është kjo kërkesa elementare e besimit? A është kjo? Po, a ka mundësi me shku dikur në xhenet për shembull, a më thonë që të rregull që Allah ka vendosur, unë e kisha po më mirë. A më shkon në xhenet? A ka mundësi? Jo, s'ka mundësi, nuk ka mundësi. Nga se pikërisht dunjaja ka fillu me beten rreth kuptimi. Rreth kuptimi. Allahu xhallahu ala të ndërum, se kjo është rëndësishme kuptu shumë. Nga dhe që tu në ndërtojmë kuptimin edhe për hurijat e xhenetit, edhe për bukuritë, për gjithë shka. Që tu fillon ndërtimi i konceptit, pas e letë të i kalohet. Qysh ka fillu dunjaja aftë? Allah ka kryu Ademin a.s. e i ka thonë me lajkeve bënin sejdë. Para se mi kryu Ademin a.s. më shkojnë jam brapa, po. I ka thonë me lajkeve ka më ndërtu, ka me kryu një krijes kështu. Qka ka thonë me lajkeve të më? E te gjallu fija me njufë si du fija o esë fiku dima, o zëtë përbën dikësha që ka me bo, cërgulline ka me bo, dërje gjaka kështu më radhë, si u ka përgjallazë, Wallahu ja'lam wa antum la ta'lamun. Shiko, Allahu din, s'ka në Allah ka fuqime i nalë Allah, jo, Allahu din, gjithë shka fillon nga bindje të se, aj din të zdin, dhe ajtë mësën. Prandaj, edhe fillimi i njerëzimit ka fillu me qëtë regull, edhe fillimi i shpallës ka fillu me qëtë regull. Iqra, të zdi me lezuhë, nërë mësë me lezuhë. Allem el insana, ma alem ja'lem. Aja është që ka kërë njeriun dhe e ka mësu njeriun atë që ka i nuk din. Na nuk dim, aj din. Nëse na dim edhe aj din, pa i pak më shumë se na, nëse nga besimtarë. A qështu? Nëse ti thush Allah, gjellewala, që kërë regull që ke vendosë o Zotë, menej që me menën time nuk ka regull, a jetë besimtar? Jo s'jetë, nuk gudzan për shkak se ti nisësh nga bindja se Allahu xhallahu është i gjithdijshmi, ai din, ndërsa na nuk dim. Dhe tash kjo ty të shoqëron krejt periudhën e jetës tonë, dunja ahiret. Ai din më mirë me çka përmbushet kënaqësia e një gruaje në xhenet e me çka përmbushet kënaqësia e një burri në xhenet. Dhe këtu merr fund gjithçka. Çdo tendencë me shpalus ndryshe e komplikon situatën, e errëson pamjen dhe e konteston besimin. Këtu nuk kem të punë lojna. S'po thom ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Edhe pse ai më pa thonë kishte më qenë në fund. Po them kushtimisht njëri. Ka thonë Zoti xhallahu ala. Ai ka kriju gruan, ai e din më mirë. Prandaj nuk ka në xhenet dallime përveç me bazë veprave. S'ka tjera ato. Nuk ka. Në xhenet nuk ka dallim bazë gjinisë. S'ka. Absolutisht. Po se ti jap Allahu xhallahu ato që e kënaq në xhenet. Ato që e ka pas natyrshëm
kërkuan dunje e s'ju ka përmbush sa duhet. Allahu jep. Allah din mas mirë ato. Prandaj nganjëherë po banalizohet kjo çështja e huriave, kështu më radh, po përmendet në kontekste të panevojshme. S'ka nevojë kështu më marr ata. Mjafton të ndërlozur që njëri, sikur se kanë me vazhduar më tutje. Mjafton krahas tjera që mund të jap Allah besimtarë kështu më radh. Mjafton që Allahu xhallahu i vën bash burrin e gruan në xhenet. Është e mrekullueshme kjo. Se sti pastaj pa tmetet e veta, pa lëshimet e pa kurrë, pa asgjë, këtë kompletuar që plotësojnë e përmbush njëtetin në formë më të mirë të mundshme. Pastaj s'po flasim, s'po flasim për periudhë 100 vjeçare. Përjetshëm, apo mirë, një grup me një bunë dunia sa jeton bashk, sa ardhnojnë apo 60 vjet, ardhnojnë 60. Kjo shumë është 60 apo. Nëse janë martuar 20-70 vjet. Po them 100 vjet arrim bashk, 100 vjet. 100 vjet arrim me çat gruaja me çat burri, jetojnë bukur mirë. 100 vjet. Këto janë 100 vjet. Asë 100 milion, është përjetësia vëllai. Prandaj qasja e njerëzve nga dunjaja për jetë bashkëtorë me një grua 50 vjeçare, si periudhë, në një periudhë përjetshme, është në shpërputje totale, s'ka mundësi mu krahasu fare atë. Ai po flas për dimensione të tjera. Allahu xhallahu dhe mas miri këme si e plotson ato. Disa dietarë kanë përmend në bazë të disa të zmirit nështë edhe të israeliatëve, po e kanë përmend se qëtu surën Mesufe, muttaqina ala surën Mesufe, të mbështetur në koltuqe, kanë përmendur se rrin njëri deri në 70 vite pa lëviz nga veni apo, si duhet me lëviz, i përmbushën çdo aspekt apo. Në xhenet nuk pihesh Allah, apo thon, tonet. Në e çysha pihem apo, po jo spihesh se nuk ka dunja apo. Nuk bosh varr tonet me nivel Allah. Këtë diçka tjetër është. Andaj gjithçka është diçka tjetër apo. Andaj ka hapësira për gjithçka, ka mundësi për gjithçka. Nuk duhet me banalizuar as ka aspekti i për shembull i mashkujve me e trajtu këtë çështje në kuptim tet e psharak, apo ose me pretu këtu mota si në nënçmim larg asaj. Vallahi nuk është absolutisht as e para as e dyta. Është nderimi i Allahut azza xal, është respekt që Allah ja bën banorët e xhenetit, me dijen që Allah e ka për robët e tij se çka i përmbulet, çka i duhet dhe çka i ofron kënaqësi në xhenet. Kaq. Xhelozia është ngarkesë, është ngarkesë. Në dunja është e mirë me limitet e saj, apo në xhenet s'ka xhelozi. E hjek Allahu xhallahu, s'ka hasad. A kuptuat? Po sa të largon të pengesa, largonet pastaj edhe ngarkesat që i ka shkaktuar pengesat. Andaj duhet me kuptu begati që Allah jep robëve tij apo. Allah e ka përmend hurin in. Hur, domthon është ngjyra e bardhë. Tregon Allahu xhallahu për bukurinë dhe in për formën e syve të tyre që kanë sy të mëdha, kuptim të simbolikës së bukurisë që i ka përshuar Allahu xhallahu në ajete të caktuara, por mbi gjitha kur Allahu thotë se janë të bukura, mjafton gjykimi i Allahut azza xal. Ai është krijuesi i bukurisë, apo dha e din kur vlerëson diçka sa është e bukur, sa është me të vërtetë e bukur. Dhe Allahu zbukuron edhe burrat për gratë e tyre, por edhe gratë zbukuron Allahu xhallahu për burrat e tyre ato. Pastaj Allahu xhallahu vazhdon në temën e xhenetit që ka lidhje edhe me temën e hurijave të xhenetit, edhe me knetësin, edhe me koltuqet, me mbështetjen. Çka thot Allahu azza xal? Thot: "Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min shay. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Çka është ajet pak problematik për neve, për me kuptu dhe që është duhet. Prandaj do të mundona që me përmendur që atë që na duhet në raport me ajetin, duke larguar dhe shmangur mos pajtimet e dietarëve rreth ajetit. Çka Allahu thot? Vazhdon Allahu xhallahu ora për të përmendur duke përmendur begatitë që e përmbushin besimtarin, që e bëjnë begatin gjithë më të plotësuar ato. Domthon siguria, knatësia, disponimi, koltuqet, pasuria, rahatia, gjitha këto e familja kështë. Njëri në xhenet, po fëmijët ku i ka. Djalin në xhenet, po babun ku e ka. E Allahu xhallahu ala edhe këtu aplesën ato. Thot Allahu xhallahu ala:
walladhina amanu, e ata që kanë besuar, wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman, dhe familja tyre i kanë ndjek hapat e tyre në besim. Ne i bëjmë ata bashk, elhaqna bihim dhurriyyatuhum, i bëjmë bashk me pasardhësit e tyre, duke mos u munguar të parëve shpëlimin e tyre. Çka nuk kupton këtë vëllai? Kë nuk kupton se nëse për shembull prindi, baba, nona është në nivel më të lartë xhenet, ndërsa fëmiu, djali, vajza mund të jetë më poshtë. A plotësohet begatia e prindit mu kënaq vetë xhenet e fëmiu më poshtë nuk e sheh? Nuk plotësohet. Natyrshëm e lipave. Allahu xhallahu ala ja u plotëson edhe këtë pjesë. Apo duke i ngrit këta poshtë më të lart. Zakonisht ndodhe kundërta. Apo unë do me pa zbriti pak më poshtë, e sheta i shkon nalt. Allah i ngrit këta të poshtit me ata nalt, që t'jenë zbashku në koltuqet e radhitura, në pretim të knatësive. Nëse është gruaja më lart, burrin e ngrit. Nëse burri më lart, e ngrit gruan. Nëse është djali më lart, vajza më lart, i ngrit prindërit. Këto relacione gjitha funksionojnë në bazë të ajeteve që ka përmendur Allahu azza wa jalla. Mirë, po çka janë këto disa që duhet mi pas parasysh? E para të ndrum, vëllezër dhe motra, këtu Allahu xhallahu ala përmend se kanë me qenë bashk. Pse bashk? Për shkak se besimtari një farë mangësie, apo me qenë me ta bashk. Don ka breng. Do më thonë, aje që ka pas breng, ku e ka djalin, ku e ka qikën, ku e ka gruan, ku e ka burrin, ku e ka familjen, apo, që ajo breng ka me shpërbly nesër dhe gjykim me konë bashkë, se e ka pas gale për tavë. Aje që se ka gale, a besojnë, a zbesojnë, a falen, se pretën këtë mangësi as në gjenet. A ne i mas barë këtë me breng, nëse dënë me konë bashkë me familjen, du është të akesh gale kënë. Këto Allah së pëllat, ata që i kanë pasu në shije në veshje, që shurë pavesh baba që është dhe djale ka pajsë mu veshje, as në veshje, as në shim, bi iman, ata që i ndjekin gjurëmët e prindrëve tyne në iman. Do në prind kanë qenë në iman, prind kanë qenë besim, prind kanë qenë në udhëzim, e i ka njekë fëmija në këtë. Dhe kjo që është javit më rëndësie. Para brejnë nga dyta, të jesh shembull për fëmijën tënë. Shmë rëndësi shumë, që fëmija me pas çka me marrë nga prindi ti në shumë aspekte të jetës. Që realisht prindi është modeli i parë i fëmijët. Pastaj normal, shtuan modelet, se rritet kapaciteti i kërkesave kështu më radh normale është apo. E ka pastaj një aspekt një dietar, një aspekt e ka një sprish punë, po mbetet boshti i modelit prindi. Sot për shumë fëmijë besimtar, vajza e djem, nështë fatë keqësisht, prindi, nona e baba nuk kanë shembull. E Allah i kanë qenë shembull, i kanë njekë gjurëm të prindve tyne. Qëfar gjurëm pëllen mas veti që me njekë fëmijët e tu? E kjo është ajo që e ngritë përgjithësin e punëve tona. Nuk o puna veç ti, apo, sikur sa ajo proverba që, apo, djali me baban që kanë njësë bashkë, e i ka thonë djali babës, këqyrë birjem ku përshkel, ka më babë këqyrë ti, se unë mas teje përshkaj apëtën, apo, nësë rëdzohë, ti nuk o mërzu, ti këqyrë, unë e s'kom qa këqyri, po të qyri ty apëtën. Andaj, fëmija të qyri në ty, Allah, ku për i qëtë kom ti? Andaj, ma e përresin, jo që për veti, më stoj, jena adapte, gjuna i vogëlim, jo kështu. Këqyre, gjdo më ka, gjdo lëshim, gjdo, jo, sërgjistet, realisht e cungan të qenët shembull për fëmijën tonë. Për andaj, sillu me përgjithësi, sillu me seriositet se je në sytë e fëmijës tonë. Ajtë për cilë, ajtë shikon, qysh po silësh, qysh po i përgjithë Allah të azogjel, qysh po nështrosh, po një badet. Kjo më rëndësi shumë. E ecë o të beathum dhurriyetum, i ndjekin hapa të tyne, familja të tyne. Ka breng, o shembull, dhe ka edukim në iman, e ka edukun iman. Prandaj të ndozër në gjennet, në ahiret përgjithësisht, do më thonë, në dunja, raporti mes njerëzve funksionon me bazën e gjakut, Allah ka po që ashtu, ka mujtë po Allah o gjellë me bazë diçka tjetër, aje ka po që ashtu.
Kush e ka bu që në bazë gjakut na me kontafërt? Allahu xhallahu ala ka bu. Don fëmiu ki gjak i afërt jote apo. Në ahiret nuk funksionon raporti në bazë gjakut. Don afërsia, vlerësia nuk përcaktohet në bazë gjakut, po përcaktohet në bazë shkafet, bazë imanit. Nga se ahireti është botë e imanit, nuk është sikur se dunia e botë e gjakut dhe materialit apo. Nuk është ashtu, te ka bëllë ndryshe. Atë gjithë ka funksionon në bazë imanit. Prandaj kur i ka thonë Nuhi asëm Allahu xhallahu ala wa inna ibni min ahli ti Allah më ka thonë që kimi shpëtu krejt e djali jam ka inna u lejse min ahlik në dunja po djalit është a shka unë sër djalit grejt e për shambull fatkesisht ka sa është ashtu gratë e pejgambera nuk të rathujnë moralisht ka qenë djalit me gjak me prejardhja po në rrugtimin e matutjeshëm për ahiret ndarë nuk është mo me emën djalit nuk ka mo është me emën e mbjambë i finon fisteku. Por në ahiret, afërsia mes njerëzve përcaktohet në bazë e imanit. E nëse ka pas lidhje në dunjë edhe me gjak dhe vazhdon imani të mban funksional edhe në ahiret, atëherë kërkesa për çim bashkë është hala më e madhe atë. Atë Allah thotë: "Wa tabatu dhurriyyatun bi iman." Dhe familja i ndjek me iman, sot i ka ndjek me mbjamën, i ka ndjek me banim, jo. Në dunja po. Kushërin jëtë, i afër mëtë, baba jëtë, mund mësë me konë heq musliman, ateist, hizbeson, baba ki, kjo obligime do të më respektu. Dunja o qështut, nona jote, më hanë Allah në azogjen, më hanë pejgamberin alisam, zbeson kurgja, po thamë kushtimisht, apo, nona e të mbetet, nuk ndryshën emni i saj si non, as si bab, për shkak besimit, kur? Dunja nuk ndryshën. A ka mundësi për shembull me bot dikush një vepër caktuar dhe si pasojë e saj për shembull me u eliminu emri për shembull djali jam, çika jam, për shembull ose baba jam ose nona jam, jo s'ka. Fetarisht s'ka kurrë. Nuk ka diçka që thotë fetarisht, nëse baba e bën çit krim, peja asaj nuk ka më babait. Ti mund me thon s'kam babë hiç, a e lejohet? Ja nuk lejohet. Tarozë Khalid ibn Walid baba i ti kështë ukon baba i ti pe armejë më të mëdha që ka luftu pejgamberi sa e ka luftu sa ka mujt dhe sa u vran në Bedër atë u vran në Uhud në dy luftim atë u vran në Uhud mirë po Khalid ibn Walid sa ti themi Khalidi biri Walidit atë nuk ka thonë pejgamberi sa që baba i të ukon fort pa besimtar i madh është marrë me thonë që e djali tina në që ja djali ti e, Khalid ibn Walid, çai apo. Pejgamberi sa bëmë aty se ka pas besimtar, ka dekt një dhitari. I bëquhet Muhammed ibn Abdullah. Ja dhe sa të këtë ditë. Muhammed ibn Abdullah. Mbi bazën e babës së kanë shumë marrëveshjen e Hudejbjes. S'ka thonë ja baba më sosh kë. Ja baba kjo në xhenem kë. Ja, s'ka thonë kështu. Në dunja po, dunja më këtë dunja funksionon raport mbi bazën e gjakut. Në ahiret nuk funksionojnë. Allahu ka bëu me funksion ndryshe. Funksionimi bazën e imanit. Prandaj dhëmshuria e prindit për me pas mirë ngat është masi që vërtetohet se ai ka dek një iman në xhenet. Çetare funksionon. Nëse s'është që kjo keqardhja pasaj nuk është funksional sikur se kishte më qenë në dunjë ato. A është e qartë? Ai Allah këtu ka pranë bi imanin, i ndjekën ata. Pasur. E ka pranë prindin për shkak se në esencë prindi është ai që udhëheq e fëmia shkon masina, për çka ka përmend. Po a ndodhe kundërta? Ndodhe kundërta. Me kon fëmia më lart e merr prindin lart. Kjo është çështja me kuptoj. Çështja e tetë me kuptoj këtë është vëllazër. Mirë. Dikush ka mundësi më thon, po mirë Allah. Ky që domon gjithë po funksionon, nëse ki babën e fortë, po kry ka punën në ahiret apo? Çu ka kryer në dunjë? Don babën e fortë në dunjë, kryen punë. Babën e fortë në ahiret, edhe atje kryen punë. Don gjithmonë baba po të kryen punë, a ç'është? Ja, nuk ka qështu. Të nërëzër, Allahu Gjallahu Ala këshikani ka përmejnë fillim Gjennatin o naim. E janë dy, gjennete, qëndregje dhe përjetimi i knasive në gjennet naim. Janë dy. E thonë fillim që janë dy. Allahu Gjallahu Ala i bashkon familjarët në dregjet për bashkët, që t'jenë bashkë, që ata që në manalt të përmbushin me shpërblim me prezent e familjarëve. Ndërso në përjetimin e knatësive se cili me nivelin e tij të shpërblimit të veprave të tij apo. Andaj përjetimi i knatësive në xhenet është në bazë të veprave.
bazë të veprave. Ndërsa dallimi në drejgje mund bëhet si pasojë faktorëve ndryshëm, sikurse është shefati, ndërmjetësimi, sikurse është për shembull prindi e thirr djali babën e kështu me radhë. Këto drejgje lëvizin, por nuk e ndryshojnë përjetimin. E Allah është ai që u mundson aptan, dallimet. E kemi marrë atë surja Mutafifin apo Rahiqul Maktum, vije pije posaçme nga Firdausi në gotat e njerëzve të caktuar, jo gjithkujt apo. Ata më kanë më një sofër, po dikush pin Rahiqul Maktum e dikush pin Mizaju min teslim, përzim me teslim. Dhe të pi njëjtë, ama njëri është Rahiq Maktum, njëri është teslim një. Këto varësisht nga veprat, nga sa do tha kullu mrin bima kasaba rahin. Çdo njeri është peng i veprës së tij. Andaj vepra mbetet përcaktuar si kryesor në përjetimin e shpërlimeve në xhenet. Dhe kuptimi i dytë është, nëse për shembull dikush ka vdekur në mosbesim, edhe është në xhenem. A mund të avuan dënimin tash edhe për shembull familjarët i pse është atje? Ja, s'ka mundësi. Ka mundësi për tu kënaqësi për shkak të familjarit. Të shpërblesh më shumë për shkak të familjarit, por jo dënohesh më shumë për shkak të familjarit. Rahmeti i Allahut azza wa jalla. Andaj Allah tha kullu nafsin bima kasaba, kullu mrin bima kasaba rahin. Çdo njeri është pengi i veprës së tij aftën. Pastaj Allah thot wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dhe ata në vazhdimsi furnizohen pa ndërprej, domthon me fruta të begata dhe me mish dhe me tërë ata që ata dëshirojnë. Andaj shiko këto thot yashtahun. Çka bën ki me pas? Çka don ki me pas? Gjithçka që e kërkon nevoja jote, çka e kërkon çënia jote, çka e kërkon vetë jote, ki me pas tek Allahu xhalla xhalu. Pastaj Allah thot yatanazaun fiha ka'san la lagwun fiha wala ta'thim. Yatanazaun, tanazu është kur shtyjun dy vet me marr diçka. Unë do më marr ti më merr çka tanazu. Po a që ky konflikt në xhenet? Jo, apo. Tanazu e ka kuptimin don shkëmbejnë mes veti gota. On të ulën në koltuqe, të mbështetur rahat, familjar të afër, apo begati e mërzi sa dush, ushqime e bollëk të mjaftueshëm, e shumë fisht, e shumë çeshëm e kështu me radhë, dhe tash kalon edhe në nivel tjetër të argëtimit. Apo njëri e mush një gotë, e tjetri i jep këtë gotë. Allahu përmend detaje të përjetimit të këndshëm të raporteve mes banorëve të xhenetit. Zotën të rrezën, xheneti është ç'më thon, shumë shtresa begatish. Po e përmenda, begatia më e madhe është me pa Allahun xhallahu ala. Dhe begatia tjetër më e madhe është rahatia mes tyre, s'ka urrëtie, s'ka xhelozi, s'ka haset. Çka bën mirë xhenetin? Pastaj edhe ushqimi, padyshim. E pa Allah thotë yatanazauna fiha ka'san. Kas është gotë e mbushur me verë. Po s'është verë këtu që Allah thotë la lagwun fiha wala ta'thim. Vera që nuk të bëjmë fol palidhja atë. Lagu është palidhja me fol. Kur të pin gotë këtu të fol palidhja atë. Jo asi pije që flet palidhja atë. Wala ta'thim, esa si gota që të me gjuna. Jo gota që çojnë ka gjunahu, e ka punë të këqija, e ka arroganca, e ka fjalë palidhje. Ja. Gota me verë të përgatitur në xhenet, si pije shishme e këndshme që Allah ka përgatitur për banorët e xhenetit tonë. Dhe normal, gjitha këto kur përmenden ky ushqim, gjitha këto realisht është edhe një pyetje. Mirë, e kush e përgatit, kush i bën këto, apo kush na bën hizmet? Me që është pushim, Allahu xhallahu thot: "Wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun." Edhe në vazhdimsi sillen rreth tyre. Në vazhdimisht sillen rreth tyre gilman, djelmosha të bukur, të veshur mirë me pamje shumë blestonëse që ju shërbejnë në vazhdimsi banorëve të xhenetit. Këta janë rob të tyre, nuk janë. Sikur se thash edhe për huriat e xhenetit që Allah i ka krijuar, edhe këta Allah i ka krijuar për shërbim. Ekskluzivisht me i shërbi banorëve xhenetit, për këtë çka ata kanë nevojë dhe për këtë ata çka ju duhet. Domthon realisht jetë mbretërish, jetë për më kultuçesh, rahatish, nëse edhe në dunia kanë qenë mbretër. Por jo në kuptim të aspekt material, por në kuptim të pasërti shpirtore. Se njëri nuk është mbret veç me pushtet edhe veç me pasuri, jo. Po mbret ti, nëse ti sundon epshet, ti e mbret real. Ç'kam për të një real ato? Vallai pushtet e real kur ti e sundon vetveten tonë, kur ti ki pushtet mbi epshin tonë, kur ti ki pushtet mbi kënaqësitë e dunjas, edhe nuk merr aty ku nuk takon. Ti je mbret. Dhe vazhdon tash me ku mbret tash edhe
në xhenet tash në formë tjetër atë. Kur s'ka do më tepër. Ata që kanë qenë zotni në dunjë vazhdojnë me qenë herë që është njëjtë. Ata që kanë qenë servil, rob ndaj epshit. Apo, domethënë të gjynzuar kashi kënaqësive të përkohshme dunjas, vazhdojnë të jenë tillë për ulur të çmuar në herët. Që feja është ajo që të bën kënar e të bën zotni të ngritur, nëse me të mundesh me e menaxhu veten, me dëshmu e përsin që Allah ta ka dhënë mbi gjitha krijesat e tjera për. Që kjo me qenë musliman që duhet. Muslimani që nuk lëshohet në çdo epsh, nuk gjynzohet, nuk dorëzohet para çdo kënaqësie që i afron dikush, çka do qoftë, të vrapon pasa. Jo. Ai lëviz e vepron mbas besimit të tij, mbas vlerave të tij, mbas koncepteve të tij, mbas moralit të tij, edukatës së tij. Andaj tha o yatufu alayhim min ghilman. Yatufu ka në, domethënë folën e kohës së tashme, yatuf që nuk kupton vazhdimsinë dhe vazhdimisht pa ndal Allah e mësojën këta, apo Allahu thot ka'annum lu'lun maknun, sikur se më koni margaritari mshefur. Në margaritari kur ti mshefur është i bukur nga bukuria, apo me një ajet ka thonë Allah azza xal, domthon ka'annum lu'lun manthur, sikur se margaritari i shpërndan, apo do janë shumë në numër dhe janë shumë të bukur në pamje, të këndshëm në sjellje dhe shumë të lehtë në shërbim. Këtë Allah ka përgatitur për banorët e xhenetit, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Allahu xhallahu tha, tash në këto kotuqen, këto muhabeten, këto domethënë gjitha begati që Allah i ka përmend, kthehen dhe bojnë muhabet njëri me tjetrin atë. Tregojnë tash të vëllezër kujtimet e dunjos. Yatasaalun pyetin mes vete. E ti çysh erdhe këtu? E ti çysh erdhe këtu? Flasin. Emrosi i përbashkët i tema së tyre është adhurimi ndaj Allahut azza. Ata e dinë se veç adhurimi i ka përgjithë. S'tojnë tema tjera për. Andaj thonë, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Para se marrë, shiko kujtimet e dunjas. Çka jet nga kujtimet e mira të dunjas? Wallahi jet ligjërata që e ke nguaftë. Jet namaz që e ke fal. Jet harame që e largu. Jetë puna mirë që i kry, që tu kujtime jesin atë, e i kujton besimtarët. A kanë mi kujtu banorët e xhenemit bukën e shishme dhe pirën e dalet edhe artimet? Jo, asgjë. Në hyrjen në xhenem i harran krejt. Kurrë që më kënaqet, kurrë atë. Ndërsa shiko këta, s'përmend atë, e mirë që kjo bukë që to më dha në dunjë shumë të bukë mirë. Ja, një kafshat e xhenetit i harran krejt bukë të dunjas ato. Një pikuje këtherit e harron këtë etjen, s'nin më kërë etjen jenë aftën. Ma i s'kanë që me përmenë, që është përmenet buka e dunjas, e qumshti me xhenet, s'përmenë në asnjë për. Ato harron krejt ato, tu se s'kanë qenë fare, ato kanë qenë kalimtare, që ashtu që s'kanë qenë kanë shku. Po qëka jetë? Adhurimi Allah të gjeli. Këmë të menë kujtimet mira, si se vep që s'ku në xhenet, derë se që jarë me ngu aftën. Nëse qëto që e ke ngu, ki me kujtu, kur mësejshim, kur po përmenshëm, qëto kanë përmen? E Allahu thot, nga ato kujtimet e përgjithshme, që detaj ka shumë, po situata e përgjithshme ka thonë, inna kunna fi ehlina mushfiqin. Ne kemi qenë në familjet tona, do më thonë, gjithmonë të kapluar nga frika për Allahu të gjellë. Shëko këtë dysa në vëzëllë. Në familjet tona, do për imanin, për më rujt për gjunaheve, për me qenë devat shumë, këna bu muhabet të shpia, familjet tona këna bu muhabet. Qëfar muhabet e bërë me familjen tona? Diskutime me gruan, me shpin, a janë diskutime që e kultivojnë imanin, e rritin imanin, në arrujnë nga harami, apo këtu tema zbonë fare në shpes, se këtu e në tema gjamis ose tema të shoshnis. Fi ehlina, në familjen tonë, shikon, në familjen tonë, qëtu muhabet e këna bu? Mushfiqin, gjithë këna pas dro, a pranohet, a mundëm me shtu, a ruhemi. A i të vëzër, kjo që e përmena në heret, edhe këtu këtë jetë, të regon që tendenca për me eliminu komplet frikën dhe Allah të zogjel, gjehnemin, që me koni gjendje shumë ma relaksuse, ma e mire besimtave në dunja, nuk është gjendje banorët gjenitit. Banorët gjenitit shpresojnë të ka Allahu xhallahu ala, në dunja jetojnë të lumtur të këndshëm, mirë po gjendja e tyre reale është
nga mbrendia të një gjithmonë, është një burim që si lera hatë kur, a këna mja dalë. A këna me shku të i punë që shdohet, a këna me përmbyll që shdohet. Që kjo frikë është e që gjithmonë është e pandan nga ata, mushfikin. Që kjo mushfik, e ka një dru, e ka një frikë. A edhe qeshë disponohet, kjo si pengan, a më nga mrena ka, a thu vol, a ke mirë, a ja dullëm. A e të më dhezër, që shka vëtë Hasan al-Basri rahimullah. Ai që duke net me ta të ushqen me frikë ndaj Allahut azza wa jall, e cila kthehet në punë të mira, është më i mirë dhe më i dobishëm se ai që kurrën me ta të ushqen me shpresë nga Allahu xhallahu ala e ti do të bëson punë të mira atë. Ai nuk duhet me rrit panikun nga asaj, vetëm me frikë me fol. Jo kjo. Por takvallo ku frika ndaj Allahu xhallahu ala, ku frika zakonisht në dunjas. Me nejt me zveti, në familjet tona, më rrit kujdesi. Me rrit kujdesi për rrugën, më rrit kujdesi për situatat, shikon çfarë sot po jetojmë, çfarë fitnë, çfarë të lasha. Kujdes, Allah, kujdes. Nga se mush më rrit shumë lehtë. Shumë lehtë. Vallahi është banale me përmend. Mirë po është shqetësuese. Kur jorë herë për shembull vinë mesazhe motra muslimane, gra muslimane që ankohen për shembull për burrat aty që i kanë zonë në telefone me pamje të pajishme, të turshme për shembull, ndërsa thotë është që vjen ders, është që shkon atje, është që shkon këtu. Si kjo është e turshme. A di që në Shqipëria musliman nuk e bëjnë këtë, po një dy me bosh, është nuk ka marrë me të pa gruaja, me të pa çika, me të pa fëmijë, me të pa punë pesta. Pse ka ndodhur kjo? Po s'ka pas kujdes dikun më lart tani ka shku duke rshit apo. Kujdes. Shkoj se sot nuk ka më lehtë se me arrit tek pamjet e pesta. Wallahi s'ka më lehtë. Një prekën telefon mund me çunë për pamje e udhë bilavtë, të mërshme. Ose hiq pa pamje, një mos kujdes në programe televizive, kush diku të qënë dikun apëta. Kujdes, e këta qitë kujdes e kanë pasë gjithmonë. Këta e kanë pasë, jem kënë të kujdes shumë, nga se letë rëshqet, të kujdesim nga se letë mund shme u rrugën, letë. E kjo është dhe për mëta muslimanët kujdesën. Në veshën e tyne, në dalën e tyne, kujdes, nga se që kujdes vëllat bërë me qenë të ujtë në mbrojtën. Nëse s'kemi kujdes, e marëm punën me relax, hajse leto kjo punë, ja bëjmë të qysh, krejt njerësin që shtot me mujtë, na me rujtë, imanin mos me dalë për imanit se të punë, nëse që të e ke vendosë kujdesin, nëse kufini kujdesit tonë është mes imanit dhe mos besimit, kufrit, atër mos vetë halli për ty, mos vetë halli për ty, e nuk duhet, kujdet nuk unë shumë a poshtë, që nëse pika e para kujdet dërshtan, funksionet dyta. E po nëse kujdesi është pika e fundit, aja kur s'funksionet bjen haram, atër padyshim se kjo është padyshim një regullim në kujdes. E Allah tha, ata thojnë, e në konë të kujdesshëm. Prandaj, në xhenet kënë arë për shka kanë qenë të kujdesshëm. S'po thamë për kujdes të tepruar, vezvese, para gjykimi jo kësi, por kujdesi ndërtuar në bazën e udhëzimit të Allahut azza wa jall. Allahu ka vendosur preventiva, ka vendosur rregulla, respektoj rregullat, respektoj hapat, respektoj udhëzimet, ruaju trun Allahu xhalla xhelalu. Ne këta bëjnë mohabet për çdo ditë që ju rujt nga haramet, ju mrujt, ku mund të merran këtë punë të keqe, ku mund të merran këtu, Allahu ka rujt. E i kujtojnë ato kur Allahu është kujdes për ta, për shkak se ata janë kujdes. Famanna Allahu alejna wa waqana adhab as-samum. Dhe prap, subhanallah, kanë qenë në frikë, me dëvëshmëri, e çka thonë? Veç Allahu na ka begatu. Çka besimtari? Famanna Allahu alejna. Allahu na ka begatu. Allahu na ka rujt. Edhe na ka mbrojtur nga dënimi i dhimbshëm e i vështirë në xhenem. Allahu gjithmonë na ruhemi, na marrim sebepe, ama kur zgjon me rrugë, vallahi veç Allahu të mbron, veç Allahu të mban, se pa kujdes të Allahut, pa mbrojtje në Allah xhallahu ala, nuk mund të mbash asë një sekundë si besimtarët. Prandaj, këta kanë qenë modest, kanë qenë përulur, kanë qenë devotshëm, kanë pas frikë Allahun xhallahu ala, që të jenë të banorë xhenetit. S'kan pas mendimasi, s'kan pas sifasi, s'kan pas vetë pëlqim, janë kujdes për zemrat e tyre që të kenë frikë ndaj Allahut xhallahu ala, pastaj të kujdesën në veprat e tyre. Edhe thonë inna kunna min qablu nad'uhu, dhe ne vazhdimisht atë e kemi adhuruar. Kena pas frikë Allahun, i mirujt, edhe në duhu. Këtu në duhu i ka dy kuptime, se dua e ka kuptimin e adhurimit. Me adhuru Allah në gjellë përësisht, edhe ka kuptimin e duas. E kemi lutu Allah forësane, Allah rune, Allah ndihmana. Në duhu, i kujtojnë dua që i kam bo në
dunja, i kujtojnë në xhenet, e thonë innehu huwal barrur rahim. E Allahu ka qenë me gjithmonë el barr. Barr është ai që shumë mirë bën, veç mirë bën. Nga kuptimet e barrë që kë. Edhe barri ka kuptimin që zbaton premtimin. Ai na ka thonë lutumni ju përgjigjem, na luteshim ai na përgjigjej. E kujtojnë domon premtimet e Allahut që i ka zbatuar në dunja. Edhe në ahiret na ka premtuar Allahu xhallahu shpëtim, edhe na ka shpëtuar. Gjithmonë i mbeten borxh Allahu xhallahu për begatit që Allahu ja ka dhënë, edhe Allahu xhallahu e ka mundsuar. Pas ti përshimit të vëzër, pas ti udhëtimi, domethënë me këto ajete, Allahu xhallahu kthehet tek pejgamberi son prapë në temat e përditshme. Fadhakir. Ti vazhdo me rikujtim, ti vazhdo me fjalë, ti vazhdo me përhap mirën, ti vazhdo. Ofertat mbeten. Ka njerëz që dojnë të parën, ka ata që dojnë dytën, vazhdo të japën. Vazhdo. Domthon pjesa e inkurajimit dhe kërcënimit, pjesa e ofertave mori fund. Tash vazhdojmë. Fadhakir. Vazhdo me ders, vazhdo me përkujtim, vazhdo me mësim, vazhdo me udhëzim deri në fund. Nëse ke nevojë vazhdimisht me u përkujtu dhe këto sa me mësuan vazhdimisht që të ushqet shpirt, të ushqet zemra, të mbetemi stabil, të imunizohemi në vazhdimsi kundrejt gjitha bakterjeve dhe viruseve që rrezikojnë imanin tonë të ndërlozur, rrezikojnë besimin, adhurimin te Allahu Azza wa Jall. Prandaj duhet kujdes për kushtim lutje Allahu xhallahu ala dhe mbështetjen te ai që këto i bën me lejen e Allahu xhallahu ala i gëzon këto premtime. E pastaj Allahu vazhdon me tregu se tash si vazhdon ballafaqimi i argumenteve me mohuesit e kësaj radhë deri në fund të jetëve, por kjo është pjesa që ka të bëjë me xhenetin dhe bashkimin e të dashurve në xhenet, na bashkoft Allah me dashjen tonë në xhenet, me Muhammedin alayhis salam, me shokët e tij, me familjet tona. Allah mos e preoft askë për neve që sonte këtu nga xheneti e mirësia Allah xhallahu ala, po gjithë besimtarët kudo që janë. Allahu i udhëzoj familjarët tonë dhe popullin tonë, e na boft Allahu xhallahu nga të falërit, të penduarit, të kthyrit tek ai dhe nga banorët e xhenetit. Allahu është përbleft dhe këtë durim e përkushtim që po e tregoni këtu mi dëgju, Zoti ja u boft shkallë për xhenet edhe shpërblim tek ai ditën e gjykimit. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.